Pse Jezusi është figura më ndikuese e historisë? Historia e njerëzimit ka njohur mbretër, perandor, filozof, shkencëtar, poet, profet dhe reformator. Por shumë pak emra kanë lënë një gjurmë aq të thellë sa Jezusi i Nazaretit. Nëse sheh botën sot, emri i tij është i shkruar në libra, në kisha, në këngë, në filma, në arte dhe në zemrat e miliarda njerëzve. Edhe vetë kalendari botëror ndahet sipas lindjes së tij. Para Krishtit PK dhe pas Krishtit TK, por kush ishte realisht Jezusi? Çfarë bëri ai që ndikoi kaq shumë në botë? Pse mrekullitë e tij vazhdojnë të përmenden prej 2000 vitesh? Kjo histori e gjatë do të marrë me radhë jetën, mrekullitë, fuqinë, mesazhin, njerëzit që ndoqën dhe arsyen pse figura e tij mbetet e jashtëzakonshme. 1. Identiteti i Jezusit. Kush ishte ai? 1. Jezusi si person historik. Gjitha dokumentet e lashta, qoftë të krishtera apo jo të krishtera, bien dakord për një gjë. Jezusi ka ekzistuar realisht. Ai lindi në Jude, rreth viteve 4-6 PK, në një familje të thjeshtë hebreje. Nëna e tij, Maria, ishte një vajzë e re nga Nazareti, ndërsa Jozefi ishte marangoz. Shkrimet historike tregojnë se Jezusi jetoi në Galile dhe Jude, predikoi në përfshatra e qytete, pati nxënës dhe ndjekës të shumt, u përball me autoritetet fetare dhe politike, u dënua me kryqëzim nga romakët. Pra, si figurë historike, Jezusi është i pakontestueshëm. 1-2. Jezusi si profet, mësues dhe udhëheqës shpirtëror. Populli i kohës së tij e shihte Jezusin si Rabi, mësues, profet shërues me fuqi hyjnore, njeri i mençur me fjalë që ndryshonin zemrat. Ai nuk kishte shkollë teologjike, nuk kishte pasuri, as ushtri, por pati një forcë që shumë nuk e kuptonin. Fjalën e tij e dëgjonin mijëra njerëz. Ai mësoi njerëzit gjëra të thjeshta, por të thella. Dashurinë për Zotin, falje, mëshirë, mirësinë midis njerëzve, dashurinë për armikun, drejtësinë, besimin më të fortë se frika. Këto ide e bën atë figurë të jashtëzakonshme. 2. Lindja e Jezusit. Historia që ndryshoi botën. Historia e lindjes së Jezusit është një nga tregimet më të bukura dhe simbolike. Engjëlli i duket virgjëreshës Mari dhe i thotë se do të sjellë në botë një fëmijë të shenjtë. Pastaj, gjatë regjistrimit të popullsisë nga romakët, Maria dhe Jozefi shkojnë në Betlehem. Nuk gjejnë vend në han dhe fëmia lind në një grazh të thjeshtë. Mjeshtërorja e këtij momenti qëndron në të vërtetën se biri i Zotit nuk erdhi si mbret në pallat, por si foshnjë e varfër në një stall. Mesazhi ishte i qartë. Ai erdhi për të gjithë njerëzit, të pasur e të varfër, të ditur e të paditur, të fuqishëm e të dobët. 3. Fëmijëria dhe rinia e Jezusit. Shkrimet tregojnë pak për vitet e tij të rinis, por dim këto. Ai u rrit në Nazaret, prindërit e tij ishin të devotshëm. Jezusi mësoi zanatin e marangozit si Jozefi. Në moshën 12 vjeçare, në tempullin e Jeruzalemit, u habit dietarët me mençurinë e tij. Në këtë moshë, Jezusi u tha prindërve: "Duhet të jem në punën e Atit tim." Kjo fjali e vogël tregonte të ardhmen e madhe. 4. Fillimi i misionit, pagëzimi dhe shkretëtira. Kur Jezusi mbushi rreth 30 vjeç, doli në skenën publike. 4-1. Pagëzimia. I shkoi te lumi Jordan për të pagëzuar nga Gjon Pagëzori. Në momentin e pagëzimit ndodh diçka e jashtëzakonshme. Qiejt hapen, fryma e shenjtë zbret si pëllum një zë. Thot: "Ky është biri im i dashur." Kjo shënon fillimin e misionit. 4-2. Prova në shkretir. Pas pagëzimit, Jezusi shkon në shkretir për 40 ditë net. Aty ai përballet me tundimet, uri i vetmi dhe prova shpirtërore. Por i qëndroi besnik Atit të tij dhe doli i fortë. Pikërisht këtu kuptohet diçka. Përpara se të bësh gjëra të mëdha, duhet të kalosh prova të mëdha. 5. Zgjedhja e apostujve. Njerëzit e zakonshëm që ndryshuan botën. Jezusi nuk zgjodhi njerëz të pasur apo të fuqishëm. Ai zgjodhi njerëz të thjeshtë. Peshkatar, taksambledhës, njerëz me të meta, njerëz të zakonshëm me një zemër të sinqertë. Nga të gjithë ai zgjodhi 12 apostuj. Këta burra, megjithse të thjesht, u bën themeli i fesë së krishterë. 6. Mrekullitë e para, shenja që tronditën botën tani. Fillon pjesa më e bukur e historisë. Jezusi nuk ishte thjesht një mësues. Ai bëri mrekulli që sfidonin logjikën njerëzore dhe ligjet e natyrës. Në pjesën 1 do të jap disa prej të parave, pjesët e tjera do t'i thellojmë më shumë. 6-1. Mrekullia e parë. Uji bëhet verë një dasmë në Kana, vera mbaron dhe festa rrezikon të turpërohet. Maria i thot Jezusit: "S'kam verë." Jezusi kërkon që të mbushen enët me ujë dhe kur shërbyesi i jep gotën kryesorit të dasmës, uji ishte kthyer në verë të jashtëzakonshme. Ishte shenja e parë e butë, por e fuqishme. Nga ajo ditë bota mori vesh se ai kishte fuqi mbi natyrën. 6-2. Shërimet. Mrekulli që preknin zemrat. Jezusi shëroi të verbërt, qalelebrës, paralitikë, njerëz të sëmurën dhe madje edhe ata që ishin drejt vdekjes. Ai nuk i largonte të sëmurët, ai i prekte. Në një kohë kur askush nuk prekte një lebroz, Jezusi i përqafonte. Mesazhi i tij ishte i fuqishëm. Askush nuk është i paprekshëm për dashurinë.
6:3. Dëbimi i demonëve, fuqia mbi errësirën. Shumë histori tregojnë se Jezusi dëbonte shpirtrat e këqij nga njerëzit. Këto nuk ishin thjesht shërime fizike, por edhe shpirtërore. Ai tregoi se as errësira më e fortë nuk mund të qëndrojë para dritës. 6:4. Peshkimi i mrekullueshëm një natë, Pietri nuk ishte kapur asnjë peshk. Jezusi i thotë të hedh rjetën edhe një herë. Pietri e hedh, pa shpresë, por rjetat mbushen aq shumë sa gati shqyhen. Ky ishte simboli i thirrjes së apostujve. Do t'ju bëj peshkatar njerëzish. 7. Mesazhi i Jezusit, fjalë që ndezin zemrat mrekullit ishin të fuqishme. Por mesazhi i Jezusit ishte edhe më i thellë. Ai foli për 7:1. Dashuria ishte shtylla. Ai tha, dashuroni njëri tjetrin. Dashuroni armiqt tuaj. Dashuroni siç ju kam dashur unë. Jo vetëm si fjalë, ai e tregoi me vepra. 7:2. Faljen një kohë kur ligji kërkonte hakmarrje, Jezusi tha: Kush prej jush është pa mëkat, le të hedhë gurin e parë. Ai ngriti standardin moral të njerëzimit. 7:3. Shpresënai u jepte shpresë të sëmurëve, varfanjakëve, të braktisurve. Ai u thoshte: Mos kini frikë. Unë jam me ju. 8. Se Jezusi tërhiqte turma të mëdha. Sepse ai fliste ndryshe nga të tjerët, fliste me autoritet, nuk kishte interes për para, nuk kishte interes për pushtet, nuk diskriminon të askën, nuk kishte frikë nga autoritetet, fliste të vërtetën edhe kur dhemte bëri gjëra që askush nuk i bënte dot. Njerëzit e shikonin në sy dhe shikonin dritë. Kjo është arsyeja pse mira e ndiqnin kudo. Këtu Jezusi nuk shfaq vetëm mençuri, por fuqi hyjnore që trondiste qytete të tëra. Masat e ndiqnin. Turmat e shtynin njëri tjetrin për t'u afruar. Të sëmurët i sillnin me barela. Leprozët i afroheshin fshehur azinatën. Nëna qanin dhe sillnin fëmijët e tyre të sëmur. Të gjithë prisnin një mrekulli dhe mrekullit ndodhnin. 1. Mrekullit e shërimit, fuqia që askush nuk e kuptonte. 1. Shërimi të verbërve, ai që u jepte dritë syve. Jezusi kishte një ndjeshmëri të veçantë për të verbrit. Të verbrit simbolizonin njerëzit që nuk shihnin, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Ai shëronte me mënyra të ndryshme. Duke prekur sytë e tyre me dorë, duke bërë baltë me pështym dhe vendosur në sy, duke thënë vetëm një fjalë, shiko. Disa prej tyre vraponin duke brohoritur nëpër qytet, duke parë për herë të parë familjen, diellin, ngjyrat, jetën. Por mesazhi ishte më i thellë. Jezusi erdhi të hapte sytë e botës. 1-2. Shërimi i paralitikëve, ai që i thoshte: ngrihu dhe ec. Një nga historitë më të famshme është paralitiku që u soll nga 4 miq. Turma ishte aq e madhe sa ata qanë qatin e shtëpisë ku po predikonte Jezusi dhe e zbritën poshtë. Të gjithë prisnin të thoshte: je shëruar. Por Jezusi tha fillimisht: të falen mëkatet. Pastaj i tha: ngrihu, merr shtratin tënd dhe ec. Dhe ai u ngrit. Kjo tregoi 2 gjëra. 1. Ai kishte fuqi mbi trupin. 2. Ai kishte fuqi mbi shpirtin. 1-3. Shërimi i gruas që vuante prej 12 vitesh. Kjo grua e lodhur, me një sëmundje të rëndë, u afrua me frikë dhe preku me gisht cepin e rrobës së Jezusit. Dhe në atë moment u shërua. Jezusi u kthye dhe tha: besimi ju të shpëtoi. Mesazhi: nuk është forca fizike ajo që prek Perëndin, por zemra. 1-4. Shërimi i lebrozëve, ai që s'kishte frikë prej të paprekshmëve. Lepra ishte sëmundja më e tmerrshme e kohës, e dhimbshme, ngjitse, stigmatizuese. Leprozët jetonin jashtë qyteteve. Askush nuk u afrohej. Por Jezusi i prekte. Një prej tyre u rrëzua para këmbëve të tij dhe tha: nëse do mund të më pastrosh. Jezusi e preku dhe i tha: dua, pastrohu. Dhe ai u shërua me një herë. Mesazhi: ai shëronte trupin, por edhe dinjitetin e njerëzve. 2. Mrekullit mbi natyrën, kur deti, era dhe gjithësia i bindeshin. 2-1. Qetësimi i stuhis, ai që urdhëronte erën. Një nga fenomene më madhështore ndodhi në liçenin e Galiles. Apostujt ishin në vark, ndërsa Jezusi flinte. Një stuhje e madhe filloi. Dallgët godisnin varkën, era u lërinte, uji mbushej brenda. Apostujt e zgjuan të tmerruar: mësues, po mbytemi. Jezusi u ngrit, vështroi stuhin dhe tha: qetësohu. Era pushoi, deti u bëi qetë si gjam. Apostujt shikonin njëri tjetrin dhe pyesnin me tmerrë adhurim: kush është ky që edhe era dhe deti i binden? 2-2. Ecja mbi ujë, kur ligjet e fizikës u dorëzuan një natë, apostujt ishin në vark. Jezusi nuk ishte me ta. Papritur, ata pa një figurë që ecte mbi ujë. Ata menduan se ishte fantazm, por Jezusi tha: mos kini frikë, jam unë. Pietri tha: nëse je ti, thuaj të vij tek ti. Jezusi tha: eja. Pietri zbriti dhe eci mbi ujë. Vetëm kur filloi të dyshonte, filloi të fundosej. Mesazhi: me besim ecën mbi ujërat e jetës.
Me frikë fundosesh, 2-3. Shumimi i bukëve dhe peshqve, ai që ushqeu 5.000 burrani nga mrekullitë më të famshme. Një turm gjigante kishte ndjekur Jezusin në një mal, ishin mijëra njerëz, burra, gra, fëmijë. Ishin të uritur. Nga të gjitha ushqimet që gjetën ishin 5 bukë, 2 peshq. Jezusi i mori, i bekoi dhe i theu, shpërndau ushqimin dhe të gjithë u ngopën. Madje mbetën edhe 12 shporta plot. Mesazhi i fuqishëm. Kur Zoti bekon pakun, ai kthehet në shumë. 3. Fuqia mbi vdekjen, mrekullitë që tronditën botën. 3-1. Ringjallja e vajzës 12 vjeçare, një burr i quajtur Jair, kreu i sinagogës, i ra në gjunjë Jezusit. Vajza e tij e vogël ishte duke vdekur. Por kur Jezusi mbërriti, ajo kishte vdekur. Njerëzit qanin. Jezusi tha, ajo nuk ka vdekur, por fle. Ata e tallën, ai hyri brenda, kapi dorën e saj dhe tha, vajzë, ngrihu. Vajza u ngrit dhe filloi të ecte. Ky ishte një moment që askush nuk e harroi më. 3-2. Ringjallja e djalit të vejushës, dhimbja që u kthye në gëzim qytetin Nain. Një nëneve kërkonte varrimin e djalit të saj të vetëm. Ishte një skem prekse. Nën e vetmuar, fëmijë i vdekur, njerëz që qanin pas arkivolit. Jezusi u afrua, e preku arkivolin dhe tha, djalosh, të them, qohu. I riu hapi syt, e gjithë turma u pushtua nga frika dhe habi. Ata kuptuan se nuk kishin përpara një profet të zakonshëm. 3-3. Lazari, mrekullia më e jashtëzakonshme para kryqëzimit. Lazari ishte miku i ngushtë i Jezusit. Kur Lazari u sëmur, motrat e tij, Marta dhe Maria, dërguan lajm. Por Jezusi nuk mbërriti në kohë. Kur arriti, Lazari ishte varrosur prej 4 ditësh, trupi tashmë po dekompozohej, e gjithë familja qante. Jezusi u prek thellë nga dhimbja. Ai vetë qau. Pastaj shkoi te varri dhe tha me zë të lartë, Lazar, dil jashtë. Të gjithë u shtangën dhe Lazari doli, i mbështjell me rroba varrimi. Ky ishte momenti kur shumë njerëz thanë, ky është pa diskutim biri i Perëndis. 4. Mrekullit me kuptim simbolik. Kur natyra bëhet mesazh, Jezusi bëri edhe mrekulli që kishin mesazh të thellë shpirtëror. 4-1. Fiku i tharë, simboli i shpirtit pa fryte. Një ditë, Jezusi pa një pemë fiku pa fruta. Ai tha, mos u bëfshin më frutat e këtij. Dhe pema u tha, njerëzit u habitën, por mesazhi ishte për ta. Një jetë pa fryte shpirtërore është si një pemë e gjelbër por bosh. 4-2. Kthimi i monedhës nga goja e peshkut. Kur disa kërkuan të taksonin Pietrin dhe Jezusin, Jezusi i tha Pietrit, shko kap një peshk dhe në gojën e tij do gjesh monedhën e taksës. Ky ishte një mësim i dyfisht. Zoti kujdeset për ne edhe në gjërat praktike. Bota materiale nuk e kufizon botën spirituale. 5. Pse mrekullitë e Jezusit ishin kaq të veçanta? Ka shumë figura historike që pretendojnë se kanë bërë mrekulli, por mrekullitë e Jezusit janë unike për disa arsye. 5-1. Ai nuk kërkoi para për mrekullitë, u shëronte falas. Asnjëherë nuk tha, japeni këtë shumë dhe do të shëroheni. 5-2. Ai bënte publikisht mira, njerëz i pan. Dëshmit i kemi nga njerëz të ndryshëm, jo një burim i vetëm. 5-3. Ai bënte me autoritet, nuk lutej gjatë. Nuk përdorte rituale, vetëm thoshte, qohu, shiko, dil jashtë, u qetëso, ngrihu, dhe ndodhte. 5-4. Çdo mrekulli kishte mesazh, nuk i bënte për spektakël. Ai i bënte për mëshirë, falje, shpresë, forcë shpirtërore, besim. 6. Reagimet e njerëzve, habia, besimi dhe frikaturmat shpesh dilnin nga vetja. Disa e adhuronin, disa e ndiqnin kudo, disa donin ta kurorzonin mbret, disa friksoheshin, disa e urenin, disa e pyesnin për prova, disa e ndiqnin për bukë, disa e ndiqnin për shpirt. Një gjë ishte e sigurt. Jezusi nuk linte askënd indiferent. 7. Përfundimi i pjesës 2. Në këtë pjesë 2 pam shërimet e tij të jashtëzakonshme, fuqi mbi natyrën, ringjalljen e të vdekurve, mrekullitë simbolike, reagimet e njerëzve. Jeta e Jezusit është një lumë mrekullish që rrjet pa pushim. Jezusi nuk erdhi vetëm për të bërë mrekulli. Ai erdhi për të mësuar. Ai erdhi për të ndriçuar mendjet. Ai erdhi për të folur me një gjuhë që stelërehat, një gjuhë që prek ndërgjegjen, që e bën njeriu të zgjohet. Dhe mënyra më e fortë e tij për t'i mësuar njerëzit ishte parabola, histori të thjeshta me kuptime të thella. Por përpara parabolave, le të fillojmë me zemrën e misionit të tij. 1. Kuptimi i thellë i mesazhit të Jezusit. Jezusi mësonte një mënyrë të re jetese, monumentale, radikale, shpirtërore, e pa precedent. Mesazhi i tij përmblidhe në disa shtylla. 1. Dashuria mbi urrëtitjen. Dashuria nuk ishte emocioni romantik, por një vendim shpirtëror për të bërë të mirën, edhe ndaj armikut. 1-2. Mëshira mbi gjykimin. Ai sfidonte liderët fetar që gjykonin të dobëtit. 1-3. Falja pa kufi. Fali jo 7 herë, por 70 herë nga 7.
1:4 Çlirimi i zemrës nga bara e mëkateve. Jezusi i lironte njerëzit nga e kaluara. Ai u thoshte atyre fjalë që askush tjetër nuk ua thoshte. Ti mund të fillosh nga e para. 2. Parabolat. Histori që të ndryshojnë jetën. Parabolat janë pjesa më mahnitëse e mësimeve të Jezusit. Janë të thjeshta, por shpërthejnë mendjen. Le t'i marrim një nga një. 2:1 Parabola e birit pleqnar. Biri plangprishës, një nga historitë më të bukura ndonjëherë. Një djalë rebel kërkon trashëgimin e babait dhe e shpenzon në kënaqësi. Kur varfërohet, kthehet në shtëpi me turp. Por babai nuk e qorton. Ai vrapon drejtime lot, e përqafon dhe organizon fest. Mesazhi. Zoti gëzohet kur njeriu kthehet. Pendimi sjell ringjallje shpirtërore. 2:2 Parabola e Samaritanit. E mirë, një njeri plagoset në rrugë dhe të gjithë kalojnë pranë tij pa ndihmuar. Përveç një samaritan, një i huaj i përbuzur. Mesazhi. Nuk kanë rëndësi racat, shtetet, diferencat. Ai që të dosht, ai që të ndihmon. Dashuria është akt, jo titull. 2:3 Parabola e farës së mustardës. Fara e mustardës është aq që vogël sa duket si asgjë. Por kur mbillet, bëhet pemë e madhe. Mesazhi. Mbretëria e Zotit fillon brenda teje si një farë vogël, me një mendim, një vendim, një hap. 2:4 Parabola e 10 virgjëreshave. 5 vajza të mençura ruajtën vajin për llambat e tyre për të pritur dhëndrin. 5 të tjera jo, vetëm 5 hynë në fest. Mesazhi. I gati shpirtërisht, jeta është e paparashikueshme. 2:5 Parabola e punëtorëve të vreshtit. Punëtor të ndryshëm morën të njëjtën pagë edhe pse punuan orë të ndryshme. Mesazhi. Zoti jep mëshirë sipas dashurisë së tij, jo sipas matematikës së botës. 2:6 Parabola e fariseut dhe publikanit. Një farise mburrej në lutje. Një publikan i thoshte: Zot, mëshiro mëkatarin. Jezusi tha se publikani doli i drejtë, jo fariseu. Mesazhi. Për ulja vlen më shumë se krenaria. 3. Konfliktet me liderët fetar. Kur e vërteta i trondit pushtetar, Jezusi ishte i drejtë dhe i sinqert. Ai nuk vinte për të pëlqyer askënd. Kur të pushtetshmit abuzoni me fen, ai ekspozonte. Kjo krijoi intriga, komplot, urrejtje, frikë nga populariteti i tij. 3:1 Rasti i gruas së kapur në tradhti. Sipas ligjit të kohës, gruaja duhej të gurzohej. Turma ishte gati t'i hitte gurët. Por Jezusi u tha: Kush është pa mëkat, le të hedh gurin i pari. Njerëzit u larguan një nga një, duke filluar nga më të vjetrit. Jezusi i tha asaj: As unë nuk të dënoj. Shko dhe mos mëkato më. Ky moment ngeli në histori si shembull i mëshirës hyjnore. 3:2 Pastrimi i tempullit. Kur drejtësia bëhet flakën, tempull kishte tregtar që shisnin kafsh, këmbim monedh, pazare, zhurmë. Jezusi bëri diçka të jashtëzakonshme. Ai përmbysi tavolinat, hodhi monedhat dhe i nxori jashtë duke thënë: Shtëpia e atit tim është shtëpi lutjeje. Ky akt tronditi sistemin fetar. 3:3 Farisejtë ndiqnin me pyetje grackata, i bënin pyetje për të gjetur gabime. Mbi taksat, mbi ligjin, mbi marrëdhëniet, mbi traditat. Por Jezusi gjithmonë u kthente përgjigje që i linte pa fjalë. 4. Hyrja triumfale në Jerusalem. Kjo është një nga skenat më të forta të dhjatës së re. Jezusi hipi në një gomar, simbol i paqes, jo një kal si një mbret luftëtar. Njerëzit shtruan rrobat në tokë, shkure palmash dhe brohorisnin: Hosana. Bekuar qoftë ai që vjen në emrin e Zotit. Jerusalemi u trondit, liderët fetarut meruan, ata e pan. Populli adhuronte, mesazhi i tij po përhape me zjarr, autoriteti i tyre dobësohej. Dhe filluan komplotin final. 5. Mësimet e ditëve të fundit. Kur koha filloi të mbaronte, ditët para kryqëzimit janë plot urtësi të thellë. Jezusi foli për 5:1 fundin e botës dhe ardhjen e tij të dytë. Ai paralajmëroi se bota do të kishte luftëra, tërmete, mashtrues, vuajtje, por edhe ringjallje shpirtërore. 5:2 Urtësia e madhe e dashurisë. Kur e pyetën cili ishte ligji më i rëndësishëm, ai tha: Duaj Zotin me gjithë zemër dhe të afërmin si veten. Ky është kulmi i etikës së tij. 5:3 Lajmërimi për tradhtin. Ai paralajmëroi se një prej nxënësve të vet do ta tradhtonte. Ky ishte një nga momentet më të dhimbshme. 6. Darka e fundit. Zemra e mesazhit kristian. Darka e fundit është ndër momentet më të rëndësishme të jetës së Jezusit. 6:1 Larja e këmbëve. Jezusi u uli para apostujve dhe u lau këmbët, gjë që bëhej vetëm nga shërbëtorët. Mesazhi ishte i fuqishëm. Lideri i vërtet shërben. 6:2 Thyerja e bukës. Dhe verai mori bukën dhe tha: Ky është trupi im. Pastaj mori gotën e verës. Ky është gjaku im i beslidhjes së re. Ai vendosi sakrificën e tij si qendrën shpirtërore të besimit. 6:3 Juda largohet në Ersir. Juda Iskarioti, i pushtuar nga lakmia, mori paratë e tradhtisë. Në Ungjil shkruhet: Dhe ai doli jashtë.
Ishte natë. Një nga fjalit më të trishta të Biblës. 7. Lutja në kopshtin e Gjetsemanit. Jezusi u largua për të lutur. Ai ndjeu peshën e botës në shpirt. Ai lutej derisa ti u bë si pika gjaku. Ai e dinte se çfarë priste. Por tha, jo si dua unë, por si do ti, ati im. Kjo është dorëzimi më i madh i dashurisë që njeh historia. Jezusi si mësuesi që ndryshoi mënyrën e të menduarit edhe pse shumë njerëz e njohin Jezusin vetëm për mrekullitë e tij fizike. Ndikimi më i madh që ai pati mbi botën ishte transformimi i mënyrës se si njerëzit e zakonshëm mendonin, jetonin dhe shpresonin. Mrekullitë e tij nuk ishin të kufizuara në forcën e dorëve të tij. Shumë prej tyre ishin të lidhura me mençurinë, ndjeshmërinë dhe fuqinë e të folurit. Mësimet e tij nuk u dhan vetëm për të dhënë informacion, por për të shkundur botën që ishte futur në rutinë të errët. Jezusi sfidoi të pasurit, ngushëlloi të varfrit, ngriti moralin e të nënshtruarve dhe u dha zë atyre që nuk kishin zë. Disa mrekulli të heshtura të tij ishin pikërisht këto. Dhe ai i bëri njerëzit të kuptonin që dashuria është më e madhe se ligji. Në kohën e tij, shumë njerëz ndiqnin ligje fetare pa kuptim. Jezusi u tregoi se zemra vlen më shumë se letra, e ai i ktheu mëkatarët në shenjtor. Kjo është një mrekulli më e madhe se çdo shërim fizik. Transformimi i karakterit të njeriut. Dhe ai preku zemrat e të pandrejshmëve, samaritanët, prostitutat, ta grambledhësit, të gjithë ata që shoqëria i kishte hedhur poshtë, te Jezusi gjetën një vend. Duke ndryshuar zemrat, ai ndryshoi edhe historinë. 2. Mrekullitë e fuqisë mbi natyrën toka u dorëzua para krijuesit të vet. Në këtë pjesë shohim Jezusin përballë natyrës. Disa nga mrekullitë e tij nuk kishin të bënin me shërimin, por me forcën absolute mbi botën fizike. Mrekullia e pemës së fikut. Një ditë Jezusi u afrua te një pemë fiku për të ngrënë frut, por pema s'kishte asgjë për të ofruar. Jezusi e mallkoi atë dhe të nesërmen pema u tha: "Kjo nuk ishte një dënim i një peme të pafajshme, por një mësim. Nëse nuk jep fryte, jeta jote thahet." Mesazh fatal, por i fuqishëm. Shndërrimi i ujit në gotë të pafundme. Një nga mrekullitë më pak të përmendura ishte aftësia e Jezusit për të krijuar bollëk, jo vetëm bukë dhe peshq. Në shumë raste, ai bekoi ujin, vreshtat dhe tokat, duke u dhënë njerëzve shpresë ekonomike. 3. Jezusi dhe varfëria. Mrekullia e shpresës. Një nga pikat më të fuqishme të shërbesës së Jezusit ishte mënyra se si ai shikonte të varfrit. Në një botë ku të pasurit vendosnin gjithçka, ai tha një fjali që shkunte sistemin: "Të varfrit janë të bekuar." Askush se kishte thënë këtë më parë. Askush se kishte menduar këtë më parë. Mrekullitë që ai bëri për të varfrit ishin më shumë se ushqim. E ai u dha dinjitet, e ai u dha vend në tryez. E ai i quajti vëllezër. Në shumë ngjarje Jezusi nuk bëri një mrekulli fizike, por i ktheu të varfrit në njerëz me shpresë, dhe kjo ishte shpesh një mrekulli më e madhe se shërimi i trupit. 4. Mrekullitë e faljes. Forca e padukshme. Ndoshta mrekullitë më të mëdha të Jezusit janë ato që nuk shihen me sy. Falja është një mrekulli shpirtërore. Në shumë raste ai shëroi trupin, por fillimisht shëroi shpirtin. Kur sollën para tij një njeri të paralizuar, Jezusi nuk i tha menjëherë: "Ngrihu e ec", por i tha: "Të janë falur mëkatet." Ky ishte një skandal për udhëheqësit fetar. Ata e konsideruan blasfemi, por Jezusi e dinte. Plagët shpirtërore janë më të thella se ato fizike. 5. Mrekullia e gruas gjakriethëse. Prekje që sfidoi rregullat. Një grua që kishte vuajtur për 12 vjet me një sëmundje të rëndë u afrua nga pas dhe i preku rrobën. Sipas ligjit hebraik, ajo ishte e papastër dhe s'duhej të preka askënd. Por Jezusi nuk e qortoi. Nuk u tërhoq, ai tha: "Besimi yt të shëroi." Me një prekje të vogël, ai theu muri mes turpit dhe shërimit, mes ligjit dhe dashurisë, mes njerëzores dhe hynores. 6. Mrekullia e dy të verbërve. Dritë në errësirë. 2 të verbër thërisnin pas tij: "Biri i Davidit, ki mëshirë për ne." Jezusi i pyeti: "A besoni se unë mund ta bëj këtë?" Ata i thanë: "Po, Zot." Dhe ai i preku dhe tha: "Sipas besimit tuaj ju qoftë bërë." Sytë e tyre u hapën, por mrekullia më e madhe ishte transformimi i besimit të tyre. Ata ishin të bindur se nuk ishin më viktima, por njerëz të vlerësuar. 7. Jezusi si kuruesi shpirtrave të thyer. Shpesh ai shëroi njerëz që nuk ishin të sëmurë në trup, por në zemër. Gruaja që u kap në tradhti sipas ligjit të kohës, ajo duhej të vritej me gur. Por Jezusi tha: "Kush është pa mëkat, le të hedhë pari gurin." Të gjithë u larguan. Jezusi i tha: "As unë nuk të dënoj. Shko dhe mos mëkato më." Kjo ishte mrekulli e mëshirës. 8. Mrekullia e transformimit të zemrës së Zakeu ishte një mashtrues i pasur, mbledhës taksash, i urryer nga të gjithë. Një ditë, ai hipi në një pemë për të parë Jezusin. Jezusi e pa dhe i tha:
zbri poshtë, sot do të vi në shtëpinë tënde. Pasi u takua me të, Zakeu u ngrit dhe tha, gjysmën e pasurisë ua jap të varfërve. Dhe çdo kujt që e ka mashtruar do t'ja kthej 4 fish. Nuk pati magji, nuk pati prekje, nuk pati sho. Vetëm prania e Jezusit e ktheu një mashtrues të pandrejtshëm në një njeri të ndershëm. Kjo është një mrekulli që historia njerëzore e njeh shumë rrallë. 9. Mrekullit që preknin unitetin, ai bashkoi të ndartë Jezusi bëri mrekulli edhe duke bashkuar Judenjt me paganët, hebrejt me samaritanët, të pasurit me të varfrit, burrat me gratë të urrejturit me ata që i urenin kur ai fliste. Armisht përkohësisht uleshin pra njëri tjetrit. Kjo është një mrekulli sociale. 10. Mrekullit e ringjalljes së zemrave të vdekur. Çdo ringjallje ishte si ajo e Lazrit. Ka ringjallje të tjera të brendshme. Dhe ai ringjalli dinjitetin e prostitutës, dhe ai ringjalli krenarinë e samaritanes te pusi. Dhe ai ringjalli besimin e Peterit kur ky e mohoi. Dhe ai ringjalli shpresën e nxënësve që u tronditën pas kryqit. Jezusi ishte mjeshtër për t'i kthyer njerëzit nga hiçi në jetë të re. 11. Mrekullia e lavdërimit, shndërrimi në malin e Taborit. Një nga ngjarjet më të mistershme ishte shndërrimi. Pietri, Jakobi dhe Gjoni pa Jezusin të shkëlqente si dielli, me rroba të bardha si bora, dhe pranë tij u shfaqën Mojsiu dhe Elia. Kjo mrekulli tregoi se Jezusi ishte mbi kohën, ai ishte mbi profetët, ai ishte dritë pas të nxënësit, u tronditën aq shumë sa Pietri s'dinte ç'të thoshte dhe ofroi të ndërtonte 3 çadra. 12. Mrekullia e hyrjes triumfale në Jeruzalem. Edhe pse Jezusi nuk bëri një magji të zakonshme këtu, e gjithë skena ishte mrekulli në vetvete. Një njeri i varfër mbi një gomar pritet si mbret, njerëzit shtruan degu liri dhe rroba në rrugë, e thirrën, Hosana. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Ai hyri si mbret pa ushtri, pa pasuri, pa forcë, vetëm me dashuri. 13. Mrekullia e rrëzimit të sistemit, pastroi tempullin kur Jezusi hyri në tempull dhe pa tregtar që bënin biznes në vendin e shenjtë. Ai përmbysi tavolinat. Kjo nuk ishte thjesht zemërim njerëzor, ishte një akt hyjnor. Ai rrëzoi korrupsionin fetar, ai sfidoi sistemin. Ai përmbysi biznesin që përdorte Zotin si biznes. Kjo ishte një mrekulli e drejtësisë. 14. Parabolat, mrekulli të mençurisë. Parabolat ishin histori të thjeshta që zhbllokonin të vërteta të thella shpirtërore. Të gjithë i mbanin mend sepse ti ishin të shkurtra, ishin të kuptueshme, kishin mesazhe të pavdekshme. Parabola e djalit plangprishës, parabola e samaritanit të mirë, parabola e farizeut dhe publikanit, parabola e farshë. Parabol ishte një dritare e re për botën. 15. Mrekullia e kryqit, momenti që ndau historinë. Kryqi ishte pika kulmore. Jo sepse Jezusi vdiq, por sepse ai zgjodhi të vdiste. Ai mund të shpëtonte veten, por nuk donte të shpëtonte veten duke humbur botën. Mrekullia këtu ishte dashuria, dashuria që falte edhe kur e vrisnin. Fjalët e tij të fundit në kryq ishin më të forta se vetë gozhdët. Atë fali sepse nuk din ç'bëjnë.